Një nga tendrat më problematik që sjell përplasjen e institucioneve me kompanitë private është gara për printera dhe letra. Tashmë që teknologjia ka avancuar dhe përdorimi i letrës është më i kufizuar, te Alp Control në ndërtimin e Maksimet Hemaj ka ndodhur një skandal që lidhet me punën e tij për tendrat. Ky i fundit ka qenë drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil, institucion në varësinë e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Hemaj ka organizuar një tender për printeret e letra, e cila ka sjellë përplasjen e kompanive deri te Komisioni i Prokurimeve Publike. Ky tender është hapur më 17 mars 2026, por dokumentet me të cilat kompanitë duhet të konkurronin nuk qëndruan ashtu siç ishin shkruar. Brenda pak ditësh, pajisja A4 kaloi nga bardhëzi në printer me ngjyra. Më pas ndryshuan vitet financiare, mënyra e provimit të përvojës dhe dokumentet teknike. Dy kompani e dërguan çështjen te Komisioni i Prokurimit Publik dhe vendimin nxori në pa atë që Alp Controlli nga Hemaj nuk kishte argumentuar. Për vetëm 46 faqe mesatare në ditë për pajisje, institucioni kërkonte printer me kapacitet deri në 5100 fletë dhe specialist më shumë se sa justifikonte kontratë. Pas ndërhyrjes së komisionit, disa nga këto kërkesa u pren deri në 77%, por procedura nuk u ndal me kaq, pasi PC Store u shpall fituese me 7.56 milion lekë dhe 7 ditë më vonë tenderi u ankimua nga Infosoft Office, kompani tjetër e cila ishte garuese në tender. Kjo procedurë kishte një fond limit prej 12.3 milion lekësh dhe parashikonte ofrimin e shërbimit për 36 muaj. Alp Controlli nuk po blinte thjesht disa printer, por kompania fituese duhet vendoste në dispozicion 36 pajisje, prej të cilave 16 pajisje shumë funksionale A3, A4 me ngjyra dhe 20 pajisje A4 me ngjyra. Kompania do të mbulonte instalimin, mirëmbajtjen, tonerat, pjesët e këmbimit, pajisjet rezervë, transportin dhe sistemin e centralizuar për administrimin e printimeve. Letra do të blihej nga Alp Controlli. Në dokumente teknike parashikohet një volum prej 400.000 faqesh A4 dhe 10.000 faqesh A3 në 12 muaj. Për të gjithë periudhën 3 vjeçare bëhen rreth 1.23 milion faqe. Nëse ky volum shpërndahet mes 36 pajisjeve dhe ditëve të punës, secili printer do të realizonte mesatarisht rreth 46 faqe në ditë. Pavarësisht këtij volumi, Alp Controlli kërkonte fillimisht printer me shpejtësi nga 45 deri në 50 faqe në minutë. Praktikisht një printer i vetëm do të ishte në gjendje ta përfundonte në rreth 1 minutë të gjithë volumin e tij mesatar ditor. Përveç shpejtësisë, pajisjet duhet të kishin kapacitete të mëdha për mbajtjen e letrës. Për një nga kategoritë kërkoi kapacitet maksimal deri në 5100 fletë, një sasi që bazuar në volumin mesatar mund ta mbante pajisjen të furnizuar për muaj të tërë. Këto parametra u kundërshtuan nga kompanitë InPrint dhe kompania tjetër Infosoft Office. Me vendimin e 27 prill 2026, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se një pjesë e kritereve nuk ishin argumentuar në raport me volumin dhe natyrën e kontratës. Komisioni i Prokurimeve Publike urdhëroi heqjen e specialistit ITIL sepse Alp Controlli nuk kishte shpjeguar çfarë lidhje kishte ky certifikim me printimin, ndërsa teknikët e mirëmbajtjes u ulën nga 3 në 2, por ndryrja më domethënëse preku kapacitetin e pajisjeve. Për printeret A3, A4, kapaciteti maksimal i letrës pësoi një ulje prej 77%. Për pajisjet A4, kapaciteti standard dhe i maksimal u përgjysmuan, edhe shpejtësia minimale ul. Fakti që kontrata vijoi të konsiderohej e realizueshme pas këtyre shkurtimeve tregon se kërkesat fillestare nuk kishin minimumi teknik i domosdoshëm, por parametra që ngushtonin gamën e pajisjeve dhe rrjedhimisht të kompanive që mund të konkurronin. Mund të themi pa frikë se këto kushte duken sigurisht qepur me porosi për një kompani specifike. Për më tepër, Open Data Albania, platforma e AIS-it, e ka shënuar me flamur të kuq këtë tender, sepse ka dyshime për favorizim fituesi dhe korrupsion. Ligji kërkon që kriteret të lidhen me objektin dhe të jenë proporcionale me të. Dokumentet krijojnë dyshime të forta se Alp Controlli mund ta ketë paracaktuar realisht fituesi. Madje, vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik provon se disa kërkesa ishin të egzageruara dhe kufizonin konkurrencën. Pa ankesa, tenderi do të ishte zhvilluar me kushtet fillestare. Vetë vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik përmban një gabim që vështirësisht e kalon pa u vënë re. Në mes të arsyetimit për teknikët e printerëve, komisioni shkruan se kontrata ka për objekt një sistem për administrimin e dënave mjekësore të kafshëve endacak. Paragrafi është marrë nga një çështje tjetër dhe është futur në vendimin për Alp Controllin. Ky gabim nuk e rrezon automatikisht aktin, por tregon se një vendim që korrigjoi tenderin është hartuar me pjesë të kompjuara pa lidhje me të. Dokumentet e tenderit kishin nisur të ndryshonin që përpara Komisionit të Prokurimit Publik. Pajisja A4 kërkuar fillimisht bardhëzi u kthye 24 mars në pajisje me ngjyra. Alp Controlli e quajti laps, ndërsa Infosoft Office argumentoi se ndryshimi prekte teknologjinë, materialet e konsumit dhe çmimin. U ndryshuan gjithashtu vitet financiare, provat për kontratat e mëparshme dhe dokumentet për markën e modelin e pajisjeve. Pas vendimit të KPP-s, dokumentet u rishkruan më 11 maj dhe ofertat u hapën më 18 maj. Një kriter që mbeti në fuqi ishte autorizimi nga prodhuesi ose distributori. Për një kontratë ku pajisjet jepen në përdorim nga vetë kompania, ky kusht mund të shndërrohet në filtr tregtar. Kjo pasi nëse nuk argumentohet me një nevojë konkrete për garanci apo siguri, prodhuesi ose distributori zgjedh cilën kompani autorizon të hyjë në garë. Pra, me pak fjalë prodhuesi ose shpërndarësi mund të përcaktojë se kush do jetë vetëm një kompani që do marrë të drejtë. Rrjedhimisht,
vetëm njëra kompani është e përcaktuar që të fitojë tenderin. Ky kriter u përdor për skualifikimin e Adenis Kastrati me ofertë 8.37 milion lekë. Alpcontrolli tha se nuk kishte provuar që prodhuesi kishte si veprimtari prodhimin ose ekskluzivitetin e shitjes së printerëve, por vetëm toner dhe pjesë këmbimi. Megjithatë, kriteri kërkonte autorizim për pajisjet dhe nuk përmendte shprehimisht provën e ekskluzivitetit. Nëse autorizimi mbulonte vetëm tonerat, skualifikimi mund të jetë i drejtë. Nëse është kërkuar një kusht që nuk kishte shkruar në dokumente, kemi një problem ligjshmërie në vlerësim. Në garë u paraqitën 5 oferta. Kafa SHPK ofroi 6.8 milion lekë, PC Store 7.56 milion lekë, Adenis Kastrati 8.37 milion lekë, Infosoft Office rreth 9.3 milion lekë dhe TE Electronics 9.82 milion lekë. Kafa SHPK skualifikoa si ofertë anomalisht e ulët. Përdogaritja e pragut e vendoste ofertën e saj në nivelin e lejuar. Ndaj vetë skualifikimi nuk provon favorizim. Megjithëse ajo kishte ofruar 756.000 lekë më pak se PC Store dhe mund të ishte fituese në rast të skualifikimit të PC Store. Pas eliminimeve, PC Store SHPK u shpall ofertues i suksesshëm me 7.56 milion lekë. Por dokumentet lënë një paqartësi financiare. Sasitë janë dhënë për 12 muaj, ndërsa kontrata zgjat 36 muaj dhe lista e çmimeve në dosjen e administruar është bosh. Duhet oferta financiare për të provuar nëse vlera mbulon 410.000 apo 1.23 milion faq. Edhe faturimi kërkon sqarim, sepse kontrolli parashikon pagesë sipas numrit të printimeve, fotokopimeve dhe skanimeve. Një skanim nuk konsumon tone dhe nuk ka të njëjtën kosto me printimin me ngjyra. Nëse të dyja faturohen me të njëjtin çmim për faqe, institucioni rrezikon të paguajë njësoj për shërbime me kosto krejt të ndryshme. Më 17 qershor, vetëm 7 ditë pas shpalljes së PC Store fituese në pronësi të Vitator dhe Elton Mehmetit, Infosoft Office, Exim Dobi dhe Frederik Prodanit ankimoi kualifikimin e kompanisë fituese. Pretendimet prekin personelin e certifikuar dhe autorizimin e prodhuesit, pikërisht dy nga kriteret kryesore të tenderit. Në dokumentet administruar mungon vendimi përfundimtar i Komisionit Prokurimit Publik, ndaj nuk mund të thuhet se PC Store nuk i plotëson kusht, por tenderi nuk mund të trajtohet si i mbyllur pasi akoma nuk ka dalë ky vendi. Dosja provon se Alpcontrolli e nisi tenderin me kërkesa që rrëzuan si të paargumentuara dhe ulën deri në 77%, ndërsa kompania shpallëfituese PC Store u ankimua më njëherë. Duket sikur drejtori i përgjithshëm e tema i ka qepur kriteret për t'ia dhënë tenderin vetëm një kompanie. Por tashmë fjala i ngelet Ismail Sheu, kryeautori të Komisionit Prokurimit Publik. Por emri Maksime Temaj nuk shfaqet për herë të parë në një dosje që ka dyshime për kontratat publike. Në qershor 2026, avokati Adriana Kalaja depozitoi në SPAK një kallëzim ku përfshihen Temaj, ish-ministrja dhe ish-zëvendëskryeministja Belinda Balluku dhe kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi. Sipas pretendimeve, kompania Green Plus Energy regjistruar në emër të motrës së Temaj dhe administruar nga kunati i tij, përfitoi të drejtën për ndërtimin e një parku fotovoltaik 2 MW në Topoj. Në të njëjtën dosje pretendohet se shoqëria 4AM, e cila mvon hyrje si ortake dhe rezulton financuese e kompanisë, kishte marrë më parë 3 kontrata me vlerë rreth 500.000 euro nga struktura e navigimit ajror në periudhën kur Temaj mbante rolin e titullari. Tashmë i takon SPAK-ut të verifikojnë nëse lidhjet familjare, financimi dhe kontrata publike përbëjnë rastësi apo konflikt interesi dhe favorizim. Temaj është një nga njerëzit e besuar të rrethit të Ballukut, e cila edhe pse është në hetim, thuhet se tërheq fijet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të ministrive të tjera ku gjenden disa nga njerëzit e saj më të besuar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.